Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 11 gusht 2026. Kemi një ditë, si ditë e martë, është një ditë që me shumë e rëndësishme astrologjike, sepse Marsi futet në gafore në orën 10:30 sipas orës tonë. Ky është fenomeni kryesor i ditës dhe ndryshon menjëherë tonin energjisë së muajit. Deri tani Marsi ka qenë në binjak, duke sjellë lëvizje, komunikime të shpejta, nervozizëm ngadonjëherë dhe debate. Shumë informacione dhe veprimet shpërndara me hyrjen e Marsit në gafore, shumë informacione dhe veprime do të thotë që do të ndryshojnë në shenjën e emocionit për mbrojtjen, familjen, për të lidhur me sigurinë, shtëpinë dhe jo vetëm kaq, por dhe kujdesin dhe ndjeshmërinë. Marsi në gafore nuk vepron si Marsi i drejtpërdrejtë dhe i ftohtë. Ai vepron nga ndjenjat, ai lufton për ato që do, ai mbron familjen, shtëpinë, kujtimet, njerëzit e afërt, por kur ndihet i pasigurt, mund të reagojë në mënyrë indirekte dhe mbrojtje të tepruar, por me nervozizëm dhe emocion, me fjalë që dalin nga lëndimet ose e nevojshme për të kontrolluar atmosferën familjare. Prandaj, kjo ditë hap një periudhë ku duhet shumë kujdes mbi reagimet emocionale, sidomos ato familjare, marrëdhëniet dhe ndikimet të mëdha që lidhen me familjen. Më të ndikuar janë shenjat që kanë përballë. Cilë ka përballë vallë janë gaforet, britësjapi, dashi dhe peshorja, sidomos të 10 ditët parë. Fillimisht ata që kanë planetet ose ascendente në këto shenja. Për gaforet Marsi sjell forcën personale, guximin, energjinë dhe ndjeshmërinë të lartë, reagim të shpejtë. Për britësjapin, Marsi aktivizon marrëdhëniet dhe partneritetet, duke sjellë dinamizëm, por dhe tension për të në lidhje me kontratat të rëndësishme, prandaj kërkohet kujdes se çfarë flasim. Për dashin, Marsi aktivizon shtëpinë dhe familjen. Dita sjell nevojë për veprim dhe vendbanime ose çështje private, sepse Marsi, ndikimi guvernatori juaj, ndihmon jashtëmasë edhe juve. Për peshoret, Marsi aktivizon karrierën dhe statusin e marrëdhëniet dhe autoritetet të rëndësishme, duke rritur presionin profesional. Por shenjat e ujit, gaforet, akrepët dhe peshqit, Marsi në gafore mund të jetë më mbështetës sepse i jep energji emocionale, pasion, intuit, guxim dhe jo vetëm. Por për shenjat e tokës, Demi, Virgjësha dhe Bicjapi mund të ndihmojnë në veprime praktike që lidhen me shtëpinë, marrëdhëniet, projektet, udhëtimet, familjet dhe gjithmonë me nevojë për të menaxhuar emocionet. Kjo ditë vjen vetëm në ditët e para të hënës së re dhe eklipsit diellor në Luan. Ndaj një atmosferë shumë të ngarkuar. Jemi në prag të një eklipsi të madh dhe kjo ndodh për arsye dhe gjërave të tjera, sepse data 11 jemi një ditë para eklipseve dhe ndryshimeve të mëdha që ka të bëjnë pikërisht në këtë ditë. Por ndikimet që kanë të bëjnë, mundësitë që jepen, duhet jemi pak të kujdesshëm, të shmangnim konfliktet, të shmangnim debatet, se nuk është në të mirën tonë. Gjithashtu, duke pasur parasysh edhe ndikimet të mëdha që vijnë. Dita kërkon forcë të qetë, jo shpërthim emocional, sepse mund të kemi probleme me veten tuaj. Dhe kjo është një nga mundësitë ose një çështje shumë problematike nëse neve humbasim të drejtën tonë. Para se të fillojmë bashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkimet të detajuara, atëherë kemi faqen roz, siç shikoni atje, në www.astrologu.al. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës atë që keni atje, dhe më pas, nëse doni të shikoni pak më tepër rreth bashkimit personal tuaj, atëherë mund të shkoni tek sekretaria dhe atje mund të zgjidhni paketën tuaj dhe më pas mund të flasim bashkë nëpërmjet Viber apo WhatsAppit. Për juve që doni diçka më tepër, atëherë në email mund të shkruani dhe të flasim se si funksionon shërbimi mbi ato që juve dëshironi të dini për gjërat që juve ju intereson. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me 12 shenjat zodiakale. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se kjo periudhë është një periudhë vërtet është periudhë e vështirë për gjërat që do të diktojnë ose ndikojnë, por është e mirë për të mësuar në gjërat që neve kemi, në gjërat që neve do të ndikohemi tani e tutje. Jemi në prag të, sepse eklipset ndikojnë 3 ditë para, 3 ditë pas. Jemi një ditë para eklipsit diellor, por gjithsesi kemi dhe një ndikim shumë të madh mbi atë çka është dhe çka ndodh në anën tonë pozicionin planetar. Megjithatë, çështjet shpirtërore apo ndryshimet që vijnë
është dhe koha dhe mundësia. Meqense dashi nga njëra anë mundohet shumë të bëj atë që kërkon, në anën tjetër mund të diktoj në fushën e karrierës, por pak vëmendje duhet keni me akrep të ditëshit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Përsa përket shenjës së demit, meqense demi duket se ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë dhe me karrierën. Partneritetet, mundësi, ndryshime, vendime që mund të merren tani tutje, është një kohë shumë e mirë dhe përcaktuese mbi atë çka do të ndodhi, atë çka kemi në realitet. Demi gjithmonë është një para mendimeve që ka dhe mundësive që jepen. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me peshore është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Meqense binjakët tani tutje janë në kohën e dur, në momentin e dur, për të bërë zgjedhjen e dur në fushën e karrierës së tyre. Por njëkohësisht është edhe momenti, periudha kur ndodhin fenomenet, edhe periudha që ndodhin gjëra të rëndësishme mbi punën tuaj, mbi karrierën tuaj, mbi ndryshimet që vijnë. Por është një mundësi shumë e mirë, është e artë për atë çka është edhe mundësi që vijnë tani tutje në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të ditëshit parë, me ujor të ditëshit tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Meqense gaforet duket se kanë bëjnë shumë me punën aktuale tani tutjet janë në fakt në dilemë nëse duan të nisin diçka të re ose vazhdojnë me atë çka ata kanë, por është dhe mundësia shumë e mirë tani tutje ku kjo periudhë i ndihmon jashtëmase për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike financiare, kurse në dashuri duket se me britsjap dhe me dash është ndikimi më i mirë i mundshëm. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për luanët duket se tani erdhi koha dhe momenti për sa i përket ndryshimeve, për sa i përket vendimeve historike dhe ekonomike, sepse juve jeni mjaft të zënë me ekonominë edhe doni të rrisni avash të rritni gjërat, është e mundur kjo të ndodhi, është e mundur kjo të arrihet, sepse suksesi juaj, garancia juaj është një ndër gjërat më pozitive dhe më të mira të qenë ndonjëherë, kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem dhe me ujor është dalja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa i përket virgjëreshave, virgjëreshat duket se tani tutje kanë mundësinë, kanë kohën dhe mundësi të arta në ekonomi, mbi startimin, rregullimin dhe peshën e madhe që ata kanë tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak dhe me ujor është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa i përket peshoreve, meqense peshorët tani tutje kanë disa ndryshime mjaft ndikuese, por juve rrezatoni për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës, me karrierën e keni juve, sepse jo vetëm se keni pasur probleme ose keni pasur gjëra që nuk diktojnë akoma, por do keni mundësinë për nisma të reja, do keni mundësinë për të bërë zgjidhje në çështjet ekonomike financiare, për zgjidhje në gjëra të mëdha të biznesit tuaj, sepse është një mundësi shumë e mirë tani tutje për çështjet ekonomike financiare, për një biznes të lënë pas dore, do thosha unë, por edhe si kohë, edhe si periudhë është mjaft e mirë në lidhje me takimet dhe bisedimet. Çështja shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak dhe me dash është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Meqense akrepët tani për tani kanë se ka diçka për të shqetësuar, por mirë është mos të nxitojnë në marrje vendime, sepse sa më shumë nxitojnë, aq më probleme mund të sjellin, por gjithsesi është kjo periudhë, është ky moment dhe momenti që do të diktojnë, do të ndikojnë në fusha të ndryshme të punës, të karrierës, të ndryshimeve, të takimeve që do të keni, dhe ky është një moment tani në lidhje me një çështje ekonomike financiare, sepse vërtet ka të bëjnë me anën ekonomike, ka të bëjnë edhe me ndryshime të tjera që do të keni tani tutje. Prandaj mos u shqetësoni fare mbi ato që kanë ndodhur në jetën tuaj, në personalitetin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm dhe me akrep është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve.
Përsa përket shqiptarëve, me kësaj shqiptarë duket se kanë një mundësi tani shumë të mirë dhe tepër pozitive në zgjidhje të problematikave në lidhje me një takim shumë të rëndësishëm financiar, ku është tani momenti, është koha, është ndikimi, vazhdimësia, korektësia juaj edhe periudha ku ndodhin fenomenet. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu. Momentet janë shumë pozitive dhe do shikoni shumë gjëra do të ndikojnë në jetën tuaj, pse shqiptarët e kanë këtë mundësi dhe kohë. Në lidhje me dashurinë, me virgjëresh është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për bricapët duket se tani është koha për të bërë ndryshimin e madh në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me virgjëresh dhe me binjak është ideale. Pak vëmendje të bëni me dem të 10 ditësh të parë, sepse ka kohë, ka dhe mundësi për zgjidhje të problematikave, për zgjidhje të gjërave që do të keni tani e tutje, ku momenti dhe periudha ndodhin në këtë anë. Por megjithëse juve jeni në anën tuaj, jeni në pozicionimin e planeteve nga më pozitiv, do thosh unë, që ka të bëjnë me anën e punës suaj, por dhe në karrierë. Në karrierë në fakt e keni pasur dhe jeni mjaft ndikuar, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Por gjithashtu, një udhëtim që është shkëputur, vidishi 3 ka këtë, shenjës së bricapëve, nuk u realizua për arsye javën e kaluar. Mirë, po këtë javë është një thikë me dy presa kjo, se ndryshe juve gjykoni me të drejtën tuaj gjënëm, por të tjerët mund të flasin si duan. Keni mundësinë, keni kohën, keni dhe ndryshimin që vjen tani atutje. Disa çështje ekonomike financiare janë anën më të mirë të mundshme, sepse do të zgjidhin disa probleme. Një moment që është tani do shikoni dhe vetë, sepse me kalimin e kohës gjërat janë shumë pozitive dhe zgjidhni problemin tuaj, e zgjidhni një herë e mirë për një mijë arsye, sepse ka të bëjë me marrëdhëniet e punës, marrëdhënie dashurie dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, akrepi me demin është koha dhe vendimi më i madh i marrë ndonjëherë. Megjithatë, kjo është mundësi dhe një kohë që krijon në një anë miqësi, në anë tjetër dëmshuri, dhe të dyja bashkë nxjerrin diçka shumë të mirë pozitive në vazhdimsi. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë ujori. Për sa i përket ujorëve, meqenëse ujorët duket se tani e tutje është koha dhe momenti, periudha kur ndodhin fenomenet, një ndryshim shumë i madh që ndodh tani e tutje, ku me Marsin në gafore, do thotë ndryshime, do thotë vendime të mëdha që merren tani e tutje, nuk ka kohë për të mërzitur, por ka kohë për të arritur atë që juve dëshironi, sepse pikërisht kjo periudhë, pikërisht ky moment është një nga momentet më të mira dhe më të vërat për sa i përket ekonomisë, për sa i përket vazhdimësisë, sepse juve jeni shumë korrekt, juve i keni gjitha mundësitë për të arritur në finish, gjitha mundësitë për të parë se çfarë do të bëni me ndryshimin e madh, për të bërë me ndryshimet që vinë tani e tutje, vinë drejt jush për arsyet ekonomike financiare, për arsyet të biznesit dhe të karrierës. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, nuk ka vend për problemet që lidhen me punën dhe me karrierën, për ndryshimet të tjera janë me juve dhe keni mundësinë. Ujorët humbase, po s'ka shanse. Është koha juaj, është momenti më i artë i që ndonjëherë. Në dashuri, duket se me luan dhe me dem është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa i përket peshqeve, peshqit duket se tani e tutje e kanë marrë, jo vetëm e kanë fituar të drejtën e tyre, por kanë marrë dhe vendime shumë të rëndësishme në fushën e punës. Do kenë ndryshime, për ata që lëvizin nga një vend tjetër, e kanë mundësinë. Por juve që keni të bëni me punën aktuale, keni të bëni me disa vendime të rëndësishme që do të merrni tani e tutje, është koha juaj, është ajo çka e kam jetuar, është ajo çka unë rregulloj, startoj, ndikoj. Momenti dhe mundësia është më e mira e mundshme mbi takimet, mbi bisedimet që bëhen, edhe periudha kur ndodhin fenomenet. Është një moment shumë pozitiv dhe shumë i artë për gjërat që doni të bëni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ndikimin më të madh, do thotë me bricap dhe me gafore, është perfektja. Edhe pse me virgjëresh është vetë jeta për arsye të punës dhe të ndryshimeve. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite, kaq të rëndësishme të datës 11 gusht 2026. Por para se të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar. Kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të bashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje, atë ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve intereson. Dhe nëse dëshironi bashkime private, atëherë
mund të shkoni tek sekretaria, më dërgoni emailin atje dhe të flasim bashkë në WhatsApp apo në Viber se si funksionon shërbimi. Nga unë Njëro Pulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirë.